Rezultati i drejtësisë dhe sinqeritetit. Një njeri përsëriste të njëjtën lutje para derës së haremit sherif. Allahu im, ndihmoj të drejtët dhe mbroj ata që largohen nga gjunahet. Kur e pyetën se përse bënte vetëm këtë lutje dhe a nuk dinte asnjë lutje tjetër, ai u shpjegoi. Kur po bëja tawafin e shtëpisë së bekuar, diçka po më pengonte në këmbë. U ula të shoh se ç'është. Kur të shikoj, ishte një qese me florinj. Në atë moment shejtani filloi të luftonte me besimin tim. Shejtani më tha: "Një qese me florinj është gjithë ajo pasuri dhe ti plotson të gjitha nevojat e tua." Ndërkohë që besimi më këshillonte: "Kjo është haram, mos e mbaj, por gjej të Zotin e saj dhe dorëzoje." Teksa unë kisha mbetur në këtë situatë, u dëgjua një zë. Këtu më ka humbur një qese me 1000 florinj. Kush e gjende më sjell do t'i jap 30 florinj. Unë gjykova se 30 florinj janë më mirë se harami dhe ja dorëzova qesen. Ai më dha 30 florinj. I mora dhe teksa po shëtisja në pazar, shikova se një rob arab shitej për këtë çmim. E bleva menjëherë. Pas pak kohë, disa arabë u afruan dhe filluan që të flisnin në gjuhën e tyre dhe në mënyrë të fshehtë. Unë e pyeta robin tim se çfarë po flisnin. Ai nuk u fsheh as pak, por më tregoi: "Unë jam djali i sultanit Magrepit. Babai më luftoi me sundimtarin e Habeshit dhe doli humbur. Mua më zonë rob dhe më shitën këtu. Babai ka dërguar këta njerëz, u ka dhënë 50.000 florinj me vete që të blejnë lirinë time e të kthehemi. Ti e sjell shumë mirë me mua. Je kujdesur si për djalin tënd. Unë jam i kënaqur me ty. Këta do të më blejnë, por ti mos u kënaq me pak florinj dhe mos më shit për më pak se 50.000 florinj." Çdo gjë ndodhi ashtu si më tha, edhe unë e shita për 50.000 florinj. Me këtë pasuri kaq të madhe, shkova në Bagdad dhe bleva mallra. Aty hapa një dyqan dhe shisja mallrat e mia. Një miri imi, tregtar i dëgjuar, vdiq dhe vajza e tij e bukur si hana ka mbetur e vetme. Le të martojmë ty me të. Unë e pranova. Në pajën e vajzës kishte pjata mbi të cilat kishte qeset mbushura me florinj. Në të gjitha ishte shkruar 1000 florinj, përveç njerës mbi të cilën shkruaj 970 florinj. Kur e pyeta për arsyen e kësaj qesje të veçantë, vajza e dashur më tha: "Babai e ka humbur këtë qese në haremin sherif. Kur një njeri drejt ja ktheu babait qesen, ai dha si shpërblim 30 florinj." Pjesa tjetër vazhdon të jetë këtu. Kur dëgjova këto fjalë, unë e falenderova Allahun me sinqeritet të plot. I thash vajzës se këto ishin rezultatet e drejtësisë dhe sinqeritetit dhe i tregova ngjarjen e parë nga këndvështrimi im. Në këtë mënyrë u forcua begatia dhe lumturia jonë.